këtë situatë. Apo i ndihmojnë Mesit Argentinës. Po. Vetëm këto du me ditë. Po. Se s'ka lojë që 20 loja mund të analizojnë në detajet, që shë preken Emanueli me Lecin, po dush me analizu edhe peshën që ka loja dhe peshën që ka referi për atë lojë. Deri në momentin, kur nuk është përjashtu Embolo. A kupton? Shumë ma mirë vëndu Zvitra. Vetemës më thuj që nuk ka ndiku dhe më thonë e karton aj përjashtim, sepse u këthy Zvitra blok ult, a i thënë blok ult. Edhe shëtet ke vajtë Argentina asë mezi. Ta shi bje, mos me more veri notën e dot, për gabim që ka unë kartonin, dhe të mjo. Ama nuk jam të nuk po dyshoj. Shumë njerëz në Zvicër analizë gabim fatar ka bërë Embolo. Nuk është dashur. Nëse ma përcjell logjikën e diskutimit. Do thot, unë pajtohem me ty që është rregulloria. Pik, atë nuk e diskutoj ato. Çka nuk pajtohem është që ky refer ka mujt me të rjek kartonin e Paradesit dhe ka mujt me toleru këtë Embolo mos më jap kartonin e dytë, sepse kjo nuk shkon as në rregull që nuk mund të bëj këto. As nuk është vlerësuar minus, as plus. Dhe ledet, pse që kjo është peshë. Që ta shkruaj rregull ti. Jo, do rregull. Jo, se ti fol se do rregull. Po flas, Unë jam ka kuptoj ty. Unë nuk jam të thon rregullën, po jam të thon çka kam lexuar Sky Sports, BBC Sports, koha të analistat të futbollit kanë thonë në çdo moment 90% tyre që kam lexuar ka thonë ka mujt me të rumës me dytën në Embolos. Po flas me njerëz shumë autoritativ, apo të futbollit dhe trener ndërkombëtar. Edhe mendoj që edhe kjo tani kish marr kohë tjetër loja sepse ajo boni blok. Tolt e shëtiti Argentina herë ne dhe so u çoja fan mbrojtja alpine e Zvicrës që ashtu përquj në vazhdime. Te këto që tha Emanueli, po që spajtona, do thonë kjo e Egjiptit, ka qenë jo për kartë të kuqe, po për kartën zi, për mesin. Zi, po përves, sa u dalë. Pastaj, çështja që tha Lecit e prekja të anulimi gollës së Zvicrës, a u dalë. Rregulli shkruan simulim. O Lec. Simulim i heket kartonin ritorit të Argentinës, i qitet kartonin ritorit të Zvicrës për simulim. Nuk e dëshova. Leci, kur i bërë regula Po, simulimi si e për kartonin. Jo, o nuk e dyshe regullën. A ka pas reperkuzion e referi, po që se nuk e kishë Embolon? Tjetra, te Egjipti që... Cila regull ka përjashtime. Shko indikimit të lojës, ke mujt me përjashtu këtë ashtu nuk zbatuar regullën, gabim as gabimi mas atë. Po që ku shtu Pse të regullën, po? Po e ki me sankcionu ju veç me pengu. Regullën të me sankcionu, apo në përgjith që zajtë faru besim. Pse të regulli? Që pse të regulli? Ky Leci tha për faullën që është anullu i Egjiptit, ai ka mujt me qenë njëri pigolla më të bukur ka mujt me qenë i kampionatit. Ne kondërson me. Më pjar zakonisht çu që janë dalë ata është e pamundë. E njëjta prekje është te Salah, më vonë që nuk akordohet penalti. E njëjta prekje po jam me respektuar rregullën, atëherë për të njëjtat situata nuk ka standard dyfish. Ja kupton? Se ka qenë prekje taj i pari, po anuloi gollën, prekje te Salah po jepe penalti. Po kisha dhënë as para as ditën.